Ka një 2-3 herë, më drejtën e dorë për të mëra. Për qelluar? Po, për të mëra aty në zyrë. Dhe më dhona ishte këtë tavolina e vetë, unë ishe jashtë. Fiksfarët denuncojnë një ngjarje të rëndë në kadastrën e Dibrës, ku qytetari me Lej Stojku pretendon se është dënuar në një punojës të institucionit. Ai tregon se më 3 qershor 2025 shkoi në arkiv për dokumente dhe më pas një debat me punojësin Julian Lusha. E disa punojës të tjerë e kapën me forcë, e nxorën një arsyetës dhe e përplasën duke i thyer dhe krahun. Ai u dërgua fillimisht në spitalin e Peshkopis dhe më pas në Tram, ku ju nështrua operacionit. Sipas tij, drejtori i asaj kohe, Daniel Gura, ka qenë prezent dhe i ka kërkuar të largohej. Pas incidentit, policia preferoi materialet e prokurorisë së Dibrës, por ai thotë se çështja u mbyll pa hetim dhe pa kryer ekspertizën mjekoligjore. Fiksfare shkoi në kadastrën e Peshkopis, ku dera e katit të tretë ishte mbyllur dhe punojësit nuk e lejuan hyrjen. Drejtori aktual Admir Krashi kërkoi vetëm kërkesë me shkrim për çdo informacion. Më pas, gazetarët kontaktuan punojësin Julian Lusha, i cili mohoi dhunën dhe deklaroi se debati kishte qenë vetëm verbal. Prokuroria e Dibrës kishte vendosur mos fillimin e përcjellimit penal me argumentin se deklarimet fillestare të qytetarit mjaftonin dhe nuk ishin prova të tjera. Prokurori Denis Zeqo nuk urdhëroi ekspertimin dhe u mjaftua me informacionet nga policia. Drejtori Gura deklaroi se ka parë vetëm debatin mes palëve dhe mohoi dhunën. Një punojës tjetër, Bujar Nezha, tha se qytetari ishte penguar te dera dhe ishte rrëzuar vetë. Prokuroria argumentoi se në ambientet e ASHK Dibër nuk kishte kamera dhe nuk mund të provojë vepra penale. Çështja u pushua dhe qytetari u kërkua të ndjekë rrugën civile. Gazetarët tentuan të pyesin prokurorin, por ai refuzoi të flasë. Ndërkohë, punojësi Lusha vijon detyrën pas një masë disiplinare.